Qeparojt ta bënim së bashku me Institutin e Monumenteve të Kulturës, të cilët kanë harruar të kujdesen për këtë fshat kala që ka shumë histori dhe shumë vlera. Me çdo në kohët e hershme, Qeparoj ka numëruar 29 kapedan, luftëtar të lirisë kundër shumë pushtuesve, sidomos atyre Osman. Për këtë, Qeparoj përmendet në Bregdet e Gjetk si fshat i kapedanëve. Një numër i konsideruar prej kapedanëve të Qeparojt qenë të arsimuar dhe me grada të larta ushtarake, si Sokrat Leka, Gjik Thanasi dhe Gjik Spiro, i cili dinte 6 gjuhë të huaja dhe kishte gradën kolonel. E shikoni këto dy shpirte, janë ndërtuar në Kole Ali Pashës për kapetanët e fshatit, për Sokrat Lekën, të cilët ishin kapetanët e asaj kohe. Dhe për shpërblim, Aliu bëri këto dy shpirt, bëri një shpim atan që duket ajo kullat e partan, Zau Vlashit edhe ajo, kapetanët po të fshatit. Kapedan të tjerë si Zaho Vlashi, Polo Mara, Gjik Leka e të tjerë luftuan në shërbim të Ali Pash të Pelenës. Aliu i pat shpërblyer dhe u ndërtoi kulla madhështore. Një nga kapedanët të MNZ ishte Sokrat Leka, i mbiquajturi Paller Gjëndi, i cili i ka përfaqësuar krahinën e Himarës në kuvendin e lidhjes së Prizrenit së bashku me Odise Kasnecin nga Vunoi. Në Qeparo, fillimisht erdhën turist nga Greqia dhe Italia, shoqata e Modenas. Më vonë filluan ta vizitojnë edhe turist nga Britania e Madhe, Hollanda, Belgjika e shumë shtete të tjerë. Turistët e parë që erdhën në Qeparo preferonin të banonin në fshatin sipër, Kalasi që quanin ata. Atje i tërhiqte jo vetëm bukuria prallore që soditnin, por edhe lagështia e ajrit ishte minimale.
Ka unë besimi? Jo, ne kem besim se do bëhet gjë mirë. Banë botërore ka ardhur. Distoj për ujnë që në ka në farë. Edhe për ujin edhe për të gjitha kanë ardhur banë botërore vetë. Do të bëjë investime. E treta herë që vjen. E treta herë. Më kupton? Edhe nuk shohim gjë në horizont. E besojmë se do shaj. Besojmë, pak edhe besojmë, po themi dhe tani s'kem parojmë vetëm gjaden edhe unë. E shumë ja i te sa vjeq, ose ki tjetëri, ose unë. Vetëm gjaden. Ja, shiko, kjo shpika që në... Po thuaj se braktisur, ja, ky e ka bërë këtu. Ky shpia ti është. Shpia ti është, shiko sa bukur e ka bërë. Ose a i tjetëri. A i tjetëri ka bërë këtë. Villat. Vetë i zotin, që ne e bëjmë vetë ndërtimin e shtëpive. Vetëm duam dritë, ujë dhe gjate, edhe telefon. Telefona kanë lënë fare njërë. Falë, a do të bëni si që ka qenë fshati diku? Si që ka qenë, ja, shie. Pa betone, pazje? Pa betone, ja, do t'i heqë, i kam lënë në jashtë asaja, do t'i heqë betone tu. Pa betone, s'kemi betone këtu. Këtu do bëjmë gurë, derasë dhe keramide. Edhe bojë. Bojë të barë. Ashtu si që kanë qënë. Që për shtatë do me thënë ta bojë të barë ka pasë. Shtatë vjetër. Me edhe bojrat me gëlqere, si ka qenë njëre një kohë. Që lëshë me gëlqere. Pa kështu do me thënë gurin, derasën, mosa unë basë nga tradita e vendit. Edhe haqet që bërë komplet. Në kohën e Zogut është quajtur fshati më i bukur në Shqipëri. Gjithë këto rrugët me gazrëm, se cili e pastronte, e kishte për turp që të kishte një pislëk para shtëpisë tia. Edhe ishte dritë fshati. Për pashkë, çdo pashkë, çdo shtëpi do lihesh me të bardhë. Dhe ishte një gjë në mes të malit, do me thënë në majtë të shkëmbit, gjithë shtëpi të zbardhonin. Edhe është quajtur fshati më i bukur në Shqipëri në kohën e Zogut, kur vinë ata të ministrisë, inspektorat e kështu kupton. Ishte me të vërtet një diçka e bukur, do me thënë. Turist, pranartë është i vinë turistë? Vinë. Vinë kështu, në beharë, në verë. Vinë me pushime këtu. Që të gjithë janë të interesuar të vinë larë dhe vinë më këmë me gjithë fëmijë. Këta pleq nuk mund t'i quajmë thjesht ndërimtar. Këmbgulja e tyre për t'i kthyer fshatit shkëlqimin e dikurshëm ka filluar të bëhet realitet. Shqip fshatare jonë, që ka një adrinë, dhe ka thuaj, ka bërë sarimin e shtëpisë komplet. Si keni emrin? Kostaq. Kostaq. Do t'a kthesh në gjendjen e parë me sa shoh? Rosht. Vetëm se ndryshime të vogla janë për kështu, se ora e vjetra edhe fillova ashtu. Po me qeramide pra. Po me qeramide. Me qeramide është. Qeramide ka bërë komplet. Me qeramide është. Që nga e para. Ja, futun e brenda shkollë atë tjetër në atje. Hajde, na prit. Ka që shpia vjetër. Shpia vjetër që. Gjatë kohës që ishëm në Greqi, ra shatia dhe bërë me qeramide të tjera. Po njerë, më të do shkoj. Të shi ka bërë, të shi këtë fundit, janë të vjetë që... Bitë e tyre, që enden kurbeteve, kanë filluar të kthehen, të investojnë. Ata kanë filluar të kuptojnë se janë pikërisht dhe vetëm ata investimet e tyre që mund t'ja kthejnë shkëlqimin e parë. Ja, këti zot një është një nga ta që ka bërë sërim në kësa shkës. E një mirë? Mirë, faleminderit, si e që një. Mirë. Shoh që pas keni restauruar shtëpinë. Pa tjetër. Do të restauronim sepse ishte vjetër edhe duam të mbamë. Me kursimet... Me kursimet tona, me punën tonë jashtë, natyrisht. Punua me gjithë gruan, kursiem, bëm edhe. Ke kanë ndryshuar gjë në arkitekturë? Pa unë traditën e vjetër. Pas asë gjë, vetëm drasë, gurë, edhe tjegu. Qeramide, tjegulat, Edhe komplet. gëlqere. Edhe sheshin shtruar me gurë. Me gurë sheshin poshtë. Vetëm gurë, gëlqere, dru edhe qeramide. Hajde, urdhroni brëndash.
Një fshat që ka nxjerrë shumë intelektual të shquar dhe që ka rrahur kurbetin që në kohë të hershme ka krijuar traditën e investimeve, edhe në ndërtimet publike dhe të kultit. Një nga këta është Lefter Rusha, i cili mori përsipër restaurimin e njërës nga kishat e fshatit, kishën e Shën Spiridonit. Ai investoi rreth 14 milion lek të vjetra për ta kthyer në gjendjen e mëparshme. Në 1900 shtëpinë e vjetër. Nashin janë këthen ca. Ndërtojnë një shtëpi për të ndërtuar. Atje te qendra kanë bërë një shtëpi shumë të mire patë, shumë mire kanë bërë atje. Edhe këtu më të hunë dreqen, nashin do fillojnë këte i poshtë. Po të duan të ndreqen shtëpit e tire, pse t'i lënë të prishet fshatin të vini gjithë malësia të vini këtu. Po, më kanë thënë që do bëhet fshati do shpallet monument kulture kështu. E po kështu thonë, se është fshat muzek i vjetë. Makar të ndreqen, ua të dua të ndreqen, se më vje keq që t'i nga këto shtëpi. I tha mu si lesë vëllau tim. Po kur të desu si lio këto shtëpi do vinë edhe i të botës t'i hanë këto gjërët. Mërzit e shumë. Kjo është shtëpia që kam lindur dhe kam ikur 14 vjeç. Është ka të nisur në këtë gjendje sepse ne u larguam nga fshati. Edhe ka ngel në këtë gjendje, por thomi që me punën që të punon të djalin në Greqi, me kursime që mendon të mbledhim, ta bëjmë prapa ashtu siç ka qenë në të kaluarën. Sepse është në një vend pozicion që shikon tam si balkon, domethënë si thonë, shef detin, shef fshatin, shef edhe gjithë horizontin. Vangel Gjikondi, me një grup piktorësh të quajtur Riviera, vinë çdo vit në Qeparo dhe ata hapin ekspozita në Shqipëri dhe jashtë, me tablo nga Qeparoi dhe Bregdeti, të cilat janë pritur me shumë interes.
edhe ai ka peng restaurimin e shtëpisë së prindërve. Më kujtohet që sa kam qenë student, po mbaroja vitin e fundit, ndodhin që vdi gjyshje. Edhe në atë periudhë fillohet të dëgjoj ca diskutime në familjen time për të shitur kjo shtëpi. U befasova për njerëz, gjithmonë luajte në mendje, thash me vete si mund të shitet kjo shtëpi. Vërtet njeriu nuk ka atje, po është ana perspektive që ne gjithmonë si të rinj që kemi gjithmonë nostalgji për atë, gjithmonë të shkojmë atje. Prandaj i thash vetes stop. Kjo shtëpi nuk do shitet, do ri ashtu siç është. Shumë tablo janë bërë nga piktorët, shumë filma janë xhiruar në rrugët dhe shtëpitë e këtij fshati. Dhjetra personazhe lëviznin në këtë atelje mahnitës. Ne ecim në rrugicat e mbuluara nga bari. Ecim dhe numërojmë portat e kyçura të Qeparojit. Soditim harkadat, gurët e skalitur, dhe Jani që na shoqëron, numëron emrat e bashkëfshatarëve që janë në emigracion. Në bisedën e tij nuk ka trishtim, por shpresë dhe optimizëm. Ky fshat do të bëhet edhe më i bukur se çka qenë. Do ta bëjmë vetë ne, nuk presim nga shteti. Banka Botërore ka ofruar investime të mëdha për këtë fshat. Ajo ofron pothuajse gjysmën e shpenzimeve për restaurimin e çdo shtëpie dhe problemeve publike. Në lagjet e fushës punohet. Qeparotasit përgatiten për sezonin turistik. Ata do të presin këtë vit shumë turist. Ata çdo problem do ta zgjidhin vetë, thot kryetari i komunës. Nga qeveria presim vetëm të bëj rrugën nacionale Vlorë-Sarand. Në fshatin Qeparo, që prej vitit 91, që u abandonua po thuaj se u boshatis fshati, pas vitit 94 njerëzit kanë filluar e janë kthyenur, ku janë përveshur punës për të restauruar shtëpitë e tyre në fshat sipas modeleve të vjetra që kanë qenë dhe traditës tonë. Sigurisht që pengesa ka, po njerëzit e kanë vetë nga tradita këtu që janë punëtor dhe i nxjerrën shpenzimet e tyre duke punuar me ullinj, portokale, emigracionin dhe të gjitha. Zakonisht në verë vinë, në fshat lartë vinë shumë njerëz, turist të huaj dhe vendës. Dhe ka filluar dhe frekuentohet dhe nga të huajt frekuentohet që vinë u pëlqen më shumë të rinë në fshatin lartë se sa të rinë në Qeparo fush. Dhe për këtë dhe tani na kanë ndihmuar dhe një fondacion anglez që ka në 96 u mor me restaurimet e disa shtëpive aty. Një kosisht italian, shoqata Raggio Emilia, që bëri ushelës në Qeparo fush dhe ka sjell me 10 turista në Qeparo fshat. Këto ndikuan që shumë bashkëtar të dhe t'i përvisheshin punës në Qeparo. Dhe ç'është e vërteta, ne jemi të kënaqur
nga kjo ecuri që bëhet disa problemet vogla që janë, që është rruga, e cila tani ka filluar me beton të ndërtohet një pjesë e saj, kur muret majtë janë ndërtuar. Është iniciator për rrugën e plazhit dhe rrugën e fshatit, aki biznesmeni fshatit, i fshatari jonë Koça Udhima. Ai ka nxjerr fondi, u bë sa u bë, ai sa kishte fondi, deri aty ku mbriti fondi, deri aty mbriti. Megjithatë, ai ka dhe një mendim të tillë që matan plazhit të bëjë një qendër sportive. Tani që kemi patur shumë takime me përfaqësues të Bankës Botërore, pasi do futen, do investojnë, do të ndihmojnë fshatarët për të ndërtuar shtëpitë e tyre. Pa të drejtë ktheni leku. Për shembull, nëse bën një çati 5.000 euro, 2.000 euro do të jap Banka Botërore për ta ndërtuar atë çati. Falas. Ose për të ndërtuar ato qoshet e shtëpive sipas traditës që ka qenë.